paguajnë gjitha banat që kanë masat nevojshme. Ajo ka qenë me datën 7 prill 1999 dhe një prej tyre ka qenë edhe vendi ose ambienti ose shatori ku qëndronte Drenosha së bashku me nanën e saj dhe vllavin, ku të dytë në atë moment vdesin, bien, do të për shkak të granatës, kurse Drenosha e pat fatin të shpëtoj. Doktor Gani, në emrin timin dhe në emrin të shikuesve falenderoj shumë për krejt që ka ke bo për Kosovën, turoj edhe të dëshiroj mirëqenie e veç gëzime në familje, me bashkëshortën tonë dhe fëmijëve tu, e nipave e mbesave që i kije. Zotit rujt e falenderit shumë. Falenderoj edhe shumë. Falenderit, Zotit rujt. Falenderoj shumë. Për këto dhe shumë të tjera, në bashkëbisedim ekskluziv me mjekun e luftës, Dr. Gani Halilaj, këtë të diel në ora 17:15 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e 2.